Miq, do të flasim për zgjedhjet në Kosovë, data 7 qershor po vjen. Mbrëmjen e djeshme ka qenë afati fundit për dorëzimin e listave të kandidatëve nga partitë politike që do të garojnë në këto zgjedhje parlamentare të jashtëzakonshme. Por si po eci procesi atje për surprizat nga pjesa e listave, sot do të fokusohemi tek pjesa e PDK-s, një parti me mjaft kontribute në Kosovë, dhe të ftuar kemi doktorin e nderuar Fitim Selimi. Doktor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Shëndetje, nderuar qofshi. Faleminderit. Faleminderit ju profesor. Në radhën zgjedhjet e kaluara ju ishit pjesë e listës, ishit numri 76, pra kandidat nga PDK-ja, por nuk e dim këto zgjedhje të 7 qershorit. A jeni ju pjesë e listës dhe së pari dhe së dyti pse vetëm lista e PDK-s nuk ka dalë në media? Deri tani sipas burimeve mediatike, pra të kolegëve në Prishtinë, ndoshta kjo reflekton edhe situatën jo shumë të qetë brenda partisë, pasi zyrtarisht lista nuk ka dalë në media. Ju i keni dieni çfarë po ndodh? Nuk mund të them me saktësi cila është arsyeja që lista po vonohet, por sidoqë të jetë jo vetëm PDK-ja, por të subjekte tjera politike, janë disa zhvillime mjaft dinamike të cilat imponojnë nga pak që gjërat të mos duken apo të artikulohen brenda për brenda subjektit e tek pastaj të shfaqen edhe të jenë të njohura edhe për publikun. Natyrisht që nuk është krejtësisht normale që listën nuk e kemi, personalisht edhe unë me që nuk jam në brenda strukturës, nivelin e lartë strukturave, nuk jam dieni për kitazi me arsyet pse lista po vonohet, por ju e dini që ka ndodhur disa zhvillime rreth fillimit të procesit zgjedhor, disa pretendime dhe kërkesa nga tereni për zgjerim të listës, për ndryshimin lista, për bashkimin përkatësisht për pretendimin për një sinergji të figurave të ndryshme, figura tjera, konkretisht zotit Lima i brenda listës së PDK-s, dhe mund të jetë edhe po besoj që duhet të jetë krejt kjo ajo arsyeja pse ndodh vonesa e listës. Këtu është edhe çështje e renditjes kandidatëve sipas gjitha gjasave, dhe po besoj nuk duhet të jenë arsye substanciale pse listën nuk e kemi në dorë, po në princip arsye normale, arsye duhet të ketë që lista të duhej me qenë sa më parë në duart në sytë e opinionit. Doktor, pra nga ajo që ju më thatë është që baza nuk ka pranuar emra, apo baza kërkon emra të tjerë nga ata që janë vendosur, apo ndoshta ajo që ju përmendët dhe faktin e zotit Lima që ndoshta mund të kemi edhe një futje të tij në listë, ndryshe nga sa u tha nga kryetari. Nuk mendoj që mund të ndodhë ndryshe nga ajo që u prezantuar nga kryetari i partisë, por sidoqë të jetë përqendrimi tek futja apo mos futja ose debati apo diskutimet përkitazi me aspektin cilësor të listës, e kanë ndryll pak onash çështjen e renditjes brenda listës kandidatëve të cilët janë propozuar edhe që janë aprovuar, andaj edhe vonesa është si rezultat i mos arritjes së renditjes definitive në listën e Partisë Demokratike. Mendoj që nuk janë arsye substanciale, por janë arsye formale të renditjeve, të cilat me një farë mënyrë mund të jenë shkak i pretendimeve nga tereni me propozimet e tyre për renditje brenda listës. Doktor, tregon kjo një mungesë leadershipi? Po nuk mendoj që është mungesë leadershipit, edhe pse natyrisht zbehjet leadershipit ne kemi pas prej momentit kur Partia Demokratike ka mbet pa kreun e saj, që ishte edhe ideatori, ishte edhe themelusi prej këtij pozicioni, themelusi institucioneve, i arritjes përkrahjes ndërkombëtare, për bazamentin e pavarësisë Kosovës, për njohjet e Kosovës e tjera, nuk është edhe që nuk patëm traum, por kjo nuk vjen si mungesë e leadershipit, por kjo vjen ashta si mungesë e një përvoje apo
me një farë mënyre është rezultat i dinamikës dhe një zhvillimit mjaft shpejt që ka të bëjë me shpalljen e zgjedhjeve në vazhdimsi dhe rikthimin në një proces të ri zgjedhor. Përndryshe nuk e mendoj që është çështje mungesës leadershipit në kuptimin për të vendosur, por janë çështje teknike të cilat besoj që sot gjatë ditës evitohen dhe do ta kemi listën definitive. Doktor, tek në zgjedhjet e fundit PDK-ja ka ruajtur elektoratin e saj. Kjo në këto zgjedhje do kemi ndonjë surprizë për sa i përket emrave të listës në dijenin tuaj, pra pavarësisht rënditjes një më lart, një më poshtë, pra ka emra të ri? Mendoj që në esencë te lista e Partisë Demokratike nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Duke filluar prej prisit, prej unesit, prej liderit që konkuron për pozitën e kryeministrit dhe në listën në vazhdim. Nuk do të ketë ndryshim cilësor lista, por që në fakt lista është e përbërë edhe nga përbërja e kaluar kryesisht për njerëzve të ri të cilët kanë marrë përsipër dhe kanë marrë obligimin që të jenë pjesë e garës dhe risi të veçantë nuk ka, përveç debatave apo diskutimeve që janë bërë shumë përkitazi me futjen e zotit Limaj në kuadër të listës zgjedhore të Partisë Demokratike. Në gjykimin tuaj e ka luksin PDK-ja për të humbur të paktën 20.000 vota duke lënë jashtë zotin Limaj? Unë personalisht jam në listën e Partisë Demokratike sepse i përgjigjem konceptit të Partisë Demokratike. Aty i kemi njerëz, ajo është një sintezë e të gjithë njerëzve të cilët në biografinë e tyre kanë shënuar me angazhimet e tyre kombëtare në çdo aspekt dhe në çdo periudhë kohore për ashtu kanë arritjen kontributor dhe mendoj sinqerisht që mos përfshirja e zotit Limaj në listën e Partisë Demokratike e atakon jo vetëm si një mungesë e cila do të na mungoj apo që nuk do të jetë një vlerë e shtume brenda përmenda listës, edhe debati pa rezultat të përfshirjes të zotit Limaj është diçka që e damtan këtë procesin. Ndërsa më mirë do të ishte sikur mos të kishte qenë debati fare për përfshirje ose jo, sikur mos ishte diskutu fare brenda rrodhëve të Partisë Demokratike çështja e përfshirjes ose jo, sesa që është debatuar dhe ka rezultuar me një përgjigje që zoti Limaj mos përfshihet në kuadër të listës zgjedhore. Mendoj që është një numër i madh i njerëzve të që janë përkrahës të zotit Limaj dhe përgjigja për ta që zoti Limaj çdo të jetë në listë është një me një farë mënyre është një goditje. Ndërkohë që partinë ashtu si të gjithë ata që janë brenda PDK-s, edhe ju doktor besoni që edhe shpresoni që me rikthimin si të pafajshëm të atyre që në Hag me Thaçin në krye mundet ta rikthejë edhe një herë për ta mbledhur. Unë besoj në rand por besoj në pafajësinë sepse e di çka përfaqësojnë shokët tonë që janë tash në gjykatën e Hagës dhe të cilët po presin për verdiktin definitiv apo verdiktin final të atij trupi gjykues. Unë jam shumë i bindur që rikthimi i tyre do të rikthejë dhe do të bëjë një mobilizim dhe një rirreshtim komplet të elektoratit, jo vetëm të atyre që sot janë formalisht në radhë të Partisë Demokratike, po edhe të tjerë të cilët besojnë në forcën, që besojnë në krejt të bëmat e shokëve tonë që tani janë në Hagë dhe që kanë një besueshmëri të lartë që ata mundën të vazhdojnë misionin e tyre që e kanë pru deri aty deri te pavarësia e Kosovës edhe më tutje për zhvillimin e vendit. Unë besoj në rikthem, unë besoj që domosdoshmërisht ata njerëz me që edhe mosha e tyre është moshë që premton
për një angazhim apo vazhdimsi në angazhimin për ndërtimin e Kosovës, sidomos është obligim i tyre edhe obligimi i gjithë neve në rrethonat kur në pushtet tash është etablu një strukturë e cila thellësisht tamton perspektiven e Republikës Kosovës në çdo plan. Doktor, për ta mbyllur këtë pjesën e listave, ju keni marrë garancinë nga kryetarit apo kryesia që do të jeni, pra presim që emri juaj të jetë aty kur të zyrtarizohet? Po nuk ka çështje garancie, po është çështje për të cilën unë mendoj që për Partinë Demokratike jam i dobishëm dhe mendoj që identifikimi im me Partinë Demokratike është identifikimi me shtëpinë të cilën e kemi ndërtu bashkërisht dhe që prezenca ime në listë përkatësisht angazhimi im në këtë përpjekje për të rreshtu në strukturën e ardhshme pushtetare e ka ndikimin për aq sa nuk mendoj që do të jem apo do të kontestohem nga njerëzit në udhëheqjen qendrore të Partisë Demokratike. Doktor, mendoni që këto zgjedhje do ta zgjidhin krizën? Edhe pse PDK-ja është parë në zgjedhjet e fundit gjithmonë ka qenë e menjanuar larg këtyre intrigave, vetvendosje LDK, koalicioni, listat, emra që qarkullojnë elektorati sa ndej këtej, pra ka qenë si jashtëloje? T'ju them të drejtën, mirë është që Partia Demokratike nuk ka qenë jashtëlojës, por ka qenë mjaft konstruktive. Problemin kryesor që e ka sjell që mos të rregullohen çështjet në strukturimin e një qeverisje përkatësisht që mos të zgjidhet me kohë dhe presidenti faktikisht e ka shkaktu kryesisht Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës me mosgatishmërinë e prerë të saj për të renditur me një forcë opozitare e cila do ta lëkunte Albin Kurtin, faktikisht ka shkaktu krejt këtë proces i cili pastaj rezultoi me një zvarritje deri tek mos zgjidhja edhe e presidentit. Nisoj Lidhja Demokratike dhe lëvizja vetvendosje të njëjtin bazament e kanë të ngritjes së tyre dhe bazamenti i tyre është avokimi të qytetarët apo të popullata për t'i mbrojtur nga padrejtësitë që dikush po ja sjell. Unë mendoj që njësoj si Lidhja Demokratike ashtu dhe lëvizja vetvendosje kanë pas një rol të destruksionit për gjithasë me përpjekjet për të bërë pjesë skemave që e kontestojnë substancën çlirimtare të Kosovës dhe që ajo është tani në gjykatën e Hagës. Afërsia më e madhe se e lëvizjes vetvendosje dhe e Lidhjes Demokratike nuk është asnjërit prej subjekteve dhe konsideroj që këto dy subjekte do të jenë edhe në vazhdimsi me mundësi të parafrimit, ndërsa PDK-ja e ka gjasën shumë të vogël që të parafrohet me cilin do nga këto subjekte. Doktor, në këto zgjedhje kemi një risi që Albin Kurti e ka futur në një tjetër spirale situatën aty, sepse ka përfshirë edhe fenë brenda duke kandiduar një imam që nuk është të paktën me aq sa njohuri kam unë, nuk është si kishte ndodhur ndonjëherë duke përfshirë edhe fenë në politik. Tani e kam fjalën për Osman Musliu, në mos gaboj, që me këtë po tenton të fusë islamin politik, po tenton të hyjë atë që se bëri me politik ta bëj me fe në Drenicë. Pra, si keni parë këtë ju, se po shikohet edhe si situatë e paparashikueshme ajo që mundot, ndoshta edhe si rrezik. Unë personalisht mbi bazën e analizës që ju bëj personaliteteve, ndoshta edhe për shkak të afërsisë me çështjet që kanë të bëjnë me psikologjinë e njeriut, nuk më duket asgjë e befasishme te Albin Kurti. Albin Kurti nuk ndërton koncept për me e bo vendin, por Albin Kurti ndërton koncept përkatësisht ndërton skema për me bo vetin të pakontestueshëm. Është ajo sindroma paranoike, është ajo sindroma
që e ka thell në bazamentin psikologjik origjinën dhe Albin Kurti si rezultati egos së tij e ka menjanu edhe Vjosa Osmanin, si rezultati egos të tij është për të çuditur pse inteligjenca për rreth tij e cila është tepër e pak, pse edhe çaja pjesë e inteligjencës është në gjendje me duru ignorancën e Albin Kurtit dhe me bashkëvepru me ta. Kur Albin Kurti, sidomos me zhvillimin e fundit të futjes së elementeve islamike, të e pos parasysh edhe në kushtetut, edhe në përcaktimet tona praktike, jetësore, Kosova është një shtet laik, me fillu drejt për drejt, me fut edhe islamin me thirrje të njerëzit që me një farë mënyrë distancohen nga figurat më të lavdishme historike të popullit shqiptar, që distancohen nga zhvillimet më të lavdishme edhe të periudhës fundit siç është lufta çlirimtare, që e kanë një afërsi përkatësisht që kanë një tendencë që rregullimin shtetëror të Kosovës jo ta bëjnë përmes kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë në përputhje me deklarimin përkatësisht me të qenit shtet laik, por që kanë për qëllim të fusin edhe sheriatin si mënyrë, si ligj, si rregull prisën në rregullimin e marrëdhënieve shoqërore në Kosovë. Kjo është degradim, kjo është rënim i shtetit Kosovës, prandaj kjo do të duhet jetë edhe njëherë një alarm që ka të bëj me qytetarët të cilët nuk do të duhej në asnjë mënyrë elementin përkatësisht thirrjet që vijnë nga Albin Kurti t'i përkrahin dhe t'i fuqizojnë ato. Është mirë njerëz me mendu dhe me evitu smirën që kanë kriju pa të drejtë karshi proceseve që janë zhvillu deri tani, karshi ndërtimit që është bën Kosovë deri tani dhe ta mundin vetveten të mendojnë racionalisht, të analizojnë objektivisht krejt të arritunat ose të mos të arritunat në periudhën 6 vjeçare, se cilës periudhë as arom shtetësie, as arom shteti, as arom përparimi nuk ka dhe të renditen drejt e mirë në drejtim të përzgjedhjes subjekteve, cila do prej atyne, pavarësisht për asaj që unë jam tash në kodër apo në radhë të Partisë Demokratike të Kosovës, pse jo edhe në subjekte tjera tradicionale të cilat veç kanë shënu tendencën e reformimit të tyre që shkan në përputhje me kërkesat e kohës, pse mos përcaktohen edhe për ato. Prandaj, e vetmja pengesë në krejt këtë proces është një herë për gjithmonë, do të me kuptu qytetarët e Kosovës, Albin Kurti është rënusi i dashnisë midis shqiptarëve, është rënusi i dashnisë dhe kohezion midis pjesëve shqiptare të mbetuna në shtetet fqinje si rezultat i glabërimit që ato e kanë bërë. Është rënusi i relacioneve midis Kosovës me ambicjet e saj për të përparu dhe shteteve të cilat na i kanë zgjatë dorën për ta përparu dhe për ta ngrit në nivelin e zhvillimit të relacioneve me si motrat në Europë dhe botë. Është rënuese relacione me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë investu shumë sinqerisht për me nxjerr Kosovën dhe për me e bën Kosovën me sjell Kosovën deri këtu ku ka arrit. Prandaj, nëse ne edhe këtë rast e lëshojmë, ne do të futemi në një cikël të ri të reciklimit krejt asaj situate që e patëm, nuk do t'ja arrijmë qëllimit përsëri që ta bëjmë shumicë ndonjërin nga subjektet. Zërcime do të kemi koalicionet të cilat kanë prodhu jashtëzakonisht fuqishëm i natët midis njëra tjetrës, sepse janë bazuar mbi bazën jo të koncepteve dhe të dallimeve për njansa midis ndërtimit të projekteve qeverise, por që janë bazuar në fyrje, janë bazuar në sharje dhe janë bazuar në absolutizma. Albin Kurti është elementi definitivisht tepër i rrezikshëm për substancën kombëtare dhe Albin Kurti duhet të eliminohet nga skena politike përmes vullnetit qytetar, përmes ndërhyrjes të shëndosh qytetarit Kosovës tek procesi i votimit, në kuptimin asajna që në vot nuk duhet të shkoj për Albin Kurtin. Mos t'i krijojmë mundësi edhe atyne të cilët janë mbushur me inat dhe me mëri, dhe ata të cilët i ka mujt smira në mënyrë që të kenë ku të mbështeten. Mos ta lejojmë thjesht që Albin Kurti të cilësohet mbështetje apo streh për gjitha ata elementë që damtojnë shtetin e Kosovës.
Kjo është Chelsea. Nuk ka Chelsea diku, nuk ka Chelsea në çështjet në politika sektoriale. Nuk ka Chelsea në përparësit ose jo të njërit apo tjetrit subjekt në aspektin qeverisës dhe nuk ka Chelsea të e djofta as të e majta. Kosova nuk e ka luksin të përcaktimeve të majta apo djofta, sepse Kosovës i mungon gjithçka. Profilizimin Kosovës sikurse edhe s'ka kuptim, sepse Kosovës i mungon edhe politika sociale, i mungon edhe biznesi, edhe i mungon ekonomia e tregut, edhe i mungon kujdesi për traditën, edhe i mungon kujdesi për të sotmen dhe për ndërtimin e tallmes. Prandaj, në qendër duhet të jetë jo ai profil e ky profil, po duhet të jetë një projekt i bazuar, një projekt pragmatik, i cili i rregullon gjitha çështjet në Kosovë, duke filluar nga rregullimi pas prezencës apo flokjet, nga skena politike përkatësisht, nga jeta politike në Kosovë, e Albin Kurtit dhe Bondës, mund ta them Leresh Bondës i cili e ka uzurpu pushtetin në Kosovë, i cili e ka uzurpu buxhetin e Kosovës, përmes buxhetit të Kosovës po blen votat, përmes buxhetit Kosovës, ai thjesht po e tjetërson qytetarin ton, i cili e ka hallin e tij të ekzistencës dhe nështa është buzë ekzistencës dhe është i detyruar që ta akceptoj edhe atë 100 euroshin apo 50 euroshin i cili i ipet si lëmosh. Doktor, ju bëri përshtypje fakti që nuk kanë kaluar vetëm pak javë nga momenti që vetëvendosje u distancua nga Fatos Geci për deklaratat për zotin Thaçi, ndërkohë që tani e kandidoi prapë. Vetëvendosja në krye me Albin Kurtin e ka humbur fare konceptin të përcaktimit, të identifikimit. Nuk mund të presësh që vetëvendosja në krye me Albin Kurtin të identifikohet me një koncept të mbetet në konceptin që ka premtuar, të identifikohet me një premtim dhe të mbetet në premtimin që ka dhënë, të mbetet në përcaktime, sepse na jemi dëshmitar që nuk ka çështje, nuk ka aspekt të cilin Albin Kurti nuk e ka lëviz diametralisht kontra. Mos pa u fut në çështjet e premtimeve të tjera që kanë të bëjnë me çështjet kombëtare, pa u fut në çështje tjera që kanë të bëjnë të raporteve pak më globale. Vetë në çështjet tona të përditshmërisë, vazhdimisht ka dalë në gënjeshtër, vazhdimisht ka dalë në premtime të cilat në asnjë mënyrë si ka realizuar. Nuk ka asgjë në ekonomi, nuk ka asgjë në punësim, nuk është zgjidhur me kurrë jeta e trive tonë, nuk është ndalë me asnjë motivim shtesë dhe motivim substancial i riu që të gjejë arsye për të vazhduar jetën në Kosovë dhe krejt kjo është për të reflektuar njerëzit në këtë proces zgjedhor dhe të jepi një përgjigje adekuate. Nuk kam inate, nuk kam tendenca, po jam i mbushur, jam i tensionuar si njëri prej njerëzve që ka bën argatin për çështjen tonë për jetën dhe që ne kemi prit zhvillimet natyrës shumë ma inkurajuese, natyrës ma të mirë, natyrës ma progresive që qenë çështjen përpara, ta përjetojmë këtë ngecje mu në hapat e mirë të integrimit, mu në hapat e mirë të ndërtimit, mu në hapat e mirë të zgjatjes dorës bashkisë ndërkombëtare për të na pa dhe për të na ndërtuar si shtet i pavarur. Dalin pengesat kësaj natyre, sinqerisht kur s'kam qenë i prirur me e cilësu Albin Kurtin si dorës gjatën e Serbisë. Përsëri nuk mendoj ashtu, po unë mendoj që është patologji në esencën psikologjike Albinit, nuk duron kërkon ofër vetit dhe për këtë flet mas mirë dhe tendenca e tij për të ardhur dhe për të qenë lider i shqiptarëve në Maqedoni, për të qenë lideri prijes i shqiptarëve në Shqipëri, për të qenë lideri i gjithë shqiptarëve në botë, në kuptimin asajna që unë jam ai që zgjidh çështjen shqiptare. Unë jam ai që s'pranoj republika apo s'pranoj fitore tjetër, sepse Kosova është robnuar në vitin 99 dhe unë do ta shliroj duke sjellë një republikë të tjerë, të tretë, të cilën faktikisht apo e cila do të jetë një produkt i imi. S'kesi i thu kësaj, nuk ka kuptim unë si mjek të flas me këtë tonë, por ka kuptim që njerëzit profesionistë që janë jetën e çikëshyrin zhvillimet për karshi, ka kuptim edhe duhet me e thonë fjalën e vet. Unë jam i bindën
në thellësinë e psikologjisë defektuese të Albinit është çështja e nëpërkëmbjes substancës shtetërore të Republikës Kosovës, është gjë që nuk është e tolerueshme. Po pse ka simpatizues të adhurues? E thash, është mira, janë notet, është mentaliteti, me këtë mentalitet faktikisht që ne e kemi, i cili nuk është nënshtruar mësimeve nga një shkollë politike. Ne shkollë politike halos kemi pas. Asnjë prej subjekte politike nuk ka pas shkollë politike nëpërmjet cilës kishte me eduku elektoratin mbi bazat premisave adekuate për ta mobilizuar drejt përcaktimeve të veta. Ne kryesisht jemi mobilizuar mbi bazën e thirrjeve atraktive, thirrjeve populiste, dhe ato kanë shkaktu shumë të në rasteve defekte dhe probleme që ne veç po na godasin vazhdimësisht. Doktor, tutem dhe diçka, diaspora në këtë rast do jap një goditje me mungesën e saj Kurti, sepse zgjedhjet nuk është se po zhvillohen në një periudhë të favorshme në dhjetor për festat apo në verë për kthimin për pushimet në AZ. Unë nuk i kisha veçu diasporën shumë prej elementit bazë që jetan këtu, që ka shtëpin, që ka trollin këtu. Problemi diaspora po që do të ishte krejtësisht e orientuar në keq, po që se qytetaria këtu në Kosovë, e cila drejt për drejt e sheh këtë që po e thamon, nuk përcaktohet drejt diaspora, ma pak mund të rol, po unë mendoj që do t'jetë një rol i aspektit teknik, po rolin ma të rëndësishëm që do ta luajnë në këtë fushat zgjedhore apo në këtë proces zgjedhor është fakti që diaspora veç ka fillu me u bindë dhe ka fillu me reflektu nga gjendja tepër e rënd, nga mungesa e arritjeve të cilat janë premtu e që s'janë realizu, dhe diaspora do të ndroj përcaktim. Mos mundohet kërkush me i hedh fajin edhe me thonë që diaspora me që nuk ishte fizikisht u bë kjo, por nëse Albin Kurti do të bie, që padyshim Albin Kurti apo lëvizja vetëvendosje do të bie në numër, do të bie si rezultati i saj që kauzat e rrajshme, premtimet e rrajshme, mungesa e rezultateve, vazhdimësia destruktive do të shkaktoj që do të reflektoj edhe një pjesë e rëndësishme e elektoratit e cila është në gjendje me mujt smirën e vet, do të reflektoj. Do të jetë edhe një inercia në shtesë, për shkak se i nderuar në themel kundërshtive është fqinjësia. Në themel kundërshtive këto është vllau me vllau. Janë familjarët e ngushtë, janë ndasit mëna për mëna familjeve ato që e bojnë këtë përcaktim, sepse aty zëfill i noti njerëzve të cilët nuk kanë arrit, kanë shi njerëzve të cilët kanë arrit një jetë. Prandaj, dal nga dal, po mendoj që është të shku në atë drejtim që njerëzit janë duke e mujt smirën, në njëjtën kohë, duke e po mirë, duke u bindur që nuk ka rezultate prej kësaj politike dhe rezultati do të jetë më i mirë. Jo vetëm si rezultati ndarjes së Vjosa Osmanin nga lëvizja vetëvendosje, po do të jetë edhe si rezultati asaj që faktikisht substanca është tepër keq, orientimi është tepër i keq. Profesor, doktor, unë të falenderoj shumë për bisedën edhe të uroj suksese në 7 qershor. Besoj, jam i sigurt që ju do të jeni pjesë e listës me kontributin tuaj nga periudha e luftës si doktori UÇK-s, më pas nga shërbimi në komunitet, kontributi juaj është mjaft i çmuar, kështu që lista do jetë më e pasur nëse ju do jeni pjesë e saj. Edhe unë të falenderoj shumë, e të uroj suksese. Faleminderit edhe juve, për mua është më pak e rëndësishme që personalisht unë të jem, sa është e rëndësishme që të fitoj koncepti i cili e kthen në një drejtim të mbarë çështjen tonë në Kosovë. Faleminderit juve për interesimin dhe për publicitetin që jepni çështjes dhe proceseve tona. Faleminderit ju, doktor.